Mirë miq, jemi në aeroplan duke ikë në pikën më ekstreme të Europës të trus. Dhe arsye për çfarë po ikim, më janë dy arsye të rëndësishme. E para është që t'i them Blen Fesiu nuk ke qenë asnjëherë këtu në pikën më ekstreme të Europës. E dyta, që po kalojmë gjithë to akullnaja, që mund t'i shikoni se çfarë akullnaja është po kalojmë. Edhe qa po hekim 3 ore gjys nga Oslo për të ardhur deri këtu, është shumë e rëndësishme miq. Në mbledhjen e fundit të djathtës europiane që doktori iku dhe bëri një prezantim perfekt të gjithë situatës në Shqipëri, një deputet nga ky qytet që ne po shkojmë, tha nuk jam i bindur, duhet të jepni më shumë argumente. Dhe unë i partisë time marrë në këtë qytet që ta bind që fjalët e doktorit që flet për dhënën tonë janë 100% vërteta dhe të gjithë e djathtë europiane duhet i besojnë. Respekt e miq, dhe ju të partisë time mos lini gjumë, po bëni të njëjtën punë që unë bëj. Respekt.